Në hapësirën e intervistës tani jam lidhur me zotin Petrit Vasili. Zoti Vasili, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi në ditë ku duket se çdo skandal pason nga një tjetër më i madh akoma që po prek këtë qeveri. Si do ta cilësoni njëherë në përgjithësi këtë situatë dhe në ç'është pozicione shikoni ju qeverinë Rama për të kapur pastaj me radhë? Që t'jem shumë i drejt për drejt me pyetjen tuaj, që një pyetje shumë e rëndësishme. Unë mendoj që mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit dhe këtyre fakteve të tmerrshme që kanë dalë, ne nuk mund të shprehim më përfundimisht për me fjalën qeveria Rama. Pra, ju keni drejt sepse de jure, pra atje janë ulur disa persona në ato karrige, por përfundimisht të gjithë kanë kuptuar, shqiptari më i fundit ka kuptuar, gazetari më i fundit ka kuptuar, ata që kanë një minimum arsyetimi që ne në Shqipëri nuk ka qeveri. Ka pasur thjesht dhe vetëm njerë të emëruar nga krimi, pra marionetat krimit, mashat krimit, instrumenta të cilët qëndronin atje. Kryeministrat e vërtet, ministrat e vërtet që keni parë ndodheshin në zyrat e kriminalëve, të cilët kanë komanduar dhe komandojnë të gjithë procesin në Shqipëri. Kjo tashmë është një realitet i tmerrshëm. Shqipëria sot është pa qeverisje. Boll fakti që të gjithë sot e dinë, e kanë tashmë me dokumentat qartë, nuk është me hamendje dhe supozim, që gjithçka në këtë shtet, të dhënat më të rëndësishme të këtij shteti, që nga kontrolli i kufive, që nga të dhënat e thesarit të Shqipërisë, që të dhënat shtetërore, të gjithë të dhënat që kanë të bëjnë me gjendjen civile, të dhënat që kanë të bëjnë me shërbimin inteligjencë shqiptare të gjitha. Kjo tëra në blok, në miliona dhëna, kanë qenë dhe janë përdorur nga grupe kriminale të strukturuara, ngjitur, pra të bashkangjitur me kryeministrin e Shqipërisë. Kjo i ka vënë vulën që në Shqipëri sot ne jemi pa qeverisje. Dhe ditët më të vështira të këtij vendi, në të cilët ai ky vend është përballur, në fillim të realit, po dhe gjatë ngjarjeve të 97 të tjerë, kur nuk ka pasur ditë të vështira të shtetit, por rënje totale të shtetit dhe konfirmimin që shteti nuk ekziston në zyra, po është në prapaskenën e krimit, i cili ka vënë në skenë vetëm kukullat. Kjo është situata nga më të rënda. Besoj që sot kjo ngjarje nuk ka precedent, po ju them, asgjë kundi në Europë, jo dhe jo, por nuk ka as në Amerikën Latine. Para pak ditësh, kam në një bisedë me një kolegun tuaj, ai përdori termin me të drejtë, tha Shqipëria, Kolumbia, Europë. I thash ky është një term shumë i saktë, narkoshtetër Shqipëria. Por ka një dallim shumë të madh. Në Kolumbi, siç e dini dhe siç e keni ndjekur, ka pasur qindra polic, shefa policia, komisar policie, edhe ministra po doni, dhe presidentë republike, të cilët janë përballur, kanë dhënë jetën e tyre në luftë të përballjes me krimin. Pra brenda një situate goxha të vështirë, të komplikuar, kishte segmente të plota të tilla. Kurse ne në ç'gjendje jemi. Ne jemi në gjendje që e gjithë qeveria emërohet nga krimi. Deputetët i emërojnë kriminalët, ministrat i vënë i heqin kriminalit, siç është